e publikuar në faqet arkitekturës botërore me mbi 180 milion followers, me miliona e miliona shikime, u bë projekti më viral i Globit në 2 muajt e fundit, quaj Northern Apartments në Shëngjin. U befasova kur e pash momentin e parë, por zbulova që Northern Apartments ose apartamentet e Veriut është një projekt që do të zhvillohet 500 metra nga Rana e Hedhun, një prej monumenteve natyrore më të famshëm dhe më manitës të Shqipërisë, është realizuar nga Chris Preck, një arkitekt austriak, i cili është ylli në ngjitje e arkitekturës europiane. Cila ishte ideja e Northern Apartments? Inspirimi i Chrisit ka qenë që jo më qenë si një anije lundruse që vjen nga deti për më parku në mal ku nuk përket, po ka qenë si me qitë nga dora Zotit mi palu librat një mbi një që shkon tu kaskadu mas. Dhe është e gjitha që ecën përmes shkëmbive sa apartamente do ketë? Aty do t'jenë 29 apartmente, do t'janë luksoze, do fillojnë nga banes apartmente me 1 dhomë gjumi deri në 3 dhoma gjumi. Është një prej projekteve më të rrallë të Globit, mjafton të hapni faqet e arkitekturës, shkruani Northern Apartment dhe do shihni sa viral është. Një projekt shqiptar që është bërë ndër më viralet e botës me qindra miliona shikime. Vetëm faqet që kanë publikuar bëjnë mbi 180 milion followers të tyre. Korab, ju e së mbarë. Faleminderit.